Kjo hënë ka shënuar nisjen e punimeve për investimin e Bashkisë Shkodër në rrugën paralele përgjatë pedonales në plazhin e Velipojos. Në nisjen e punimeve ishte i pranishëm vetë kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili në intervistën e dhënë për media u shpreh se ky është një investim i rëndësishëm, i kërkuar prej kohësh nga vetë bizneset, për të krijuar një hapësirë të rikonstrukturuar që do t'ju shërbejë si bizneseve, ashtu edhe pushuesve në plazhin e Velipojos. Është një nga investimet më të kërkuara, rruga paralele me shëtitore, në cila lidh shumë biznese. Në fazën e parë, për të mos prishur edhe pjesën e aktivitetit, rreth 800 metra, zonë që është e liruar, por që është krejtësisht e papërdorshme, por e dëmtuar si rrugë. Kështu që mendoj brenda një muaji në 800 metra ne do të kemi realizuar investimin. Investimi është më i gjatë, vazhdon deri në 1.6 kilometra dhe në pjesën tjetër do të vazhdojmë më tej dhe gjithë kjo përfshin lotin e parë të investimeve të Bashkisë Shkodrës që bën në Velipoj, konkretisht në rrugën më kryesore në funksion të bizneseve edhe të pushuesve. Nga ana tjetër, kryebashkiaku zbuloi edhe detajet të projektit të rrugës, i cili përfshin një aks me 2 korsi biçikletash dhe një hapësirë të gjelbër ngjitur me pedonalen. Ka qenë një bashkëpunim me bizneset, një rënë dakordësie me to. Është një investim i kërkuar prej tyre prej shumë kohësh dhe sistemon këtë pjesë të plazhit, do thoja në këtë lotin e parë. Sigurisht që është e shoqëruar me shumë elemente të tjerë. Projekti ka rrugën e biçikletave, ka pjesën e një parku të gjelbër në krah të rrugës, po kështu dhe gjithë infrastrukturën nëntoksore në funksion të ujrave dhe të ndriçimit. Paralelisht me këtë investim, i cili parashikohet të përfundojë fazën e parë në fund të muajit qershor, Bashkia e Shkodër po vijon edhe investimin e brezit ranor, hapësirave publike dhe elementeve të tjerë infrastrukturor, në mënyrë që në fillim të muajit qershor plazhi Velipojos të jetë gati për të pritur pushuesit. Velipoja mbetet pika kryesore e turizmit gjatë sezonit veror në Bashkinë Shkodër.